Në fjalimin e tij në Kongres këtë javë, presidenti Donald Trump kritikoi ligjin për mikroprocesorët. Your CHIPS Act is a horrible. Ligji juaj për mikroprocesorët është i tmerrshëm. Ne japim qindra miliarda dollar për këtë dhe nuk përfitojmë asgjë. And it doesn't mean a thing. Presidenti Trump e kishte fjalën për gati 53 miliardë dollar subvencione për prodhimin dhe kërkimet për industrinë amerikane të prodhimit të mikroprocesorëve të nënshkruar nga ish presidenti Joe Biden. Kongresi e miratoi ligjin në vitin 2022 nga shqetësimet mbi varësinë e Shteteve të Bashkuara tek mikroprocesorët e prodhuar jashtë vendit. Mikroprocesorët janë pjesë thelbësore e një numri produktesh të konsumit si makinat dhe telefonat inteligjent iPhone. Kompanitë amerikane në veçantë mbështeten në mikroprocesorët e avancuar të prodhuar nga kompania tajvaneze TSMC. Qëllimi i subvencioneve të ligjit për mikroprocesorët ka qenë rritja e prodhimit të mikroprocesorëve në Shtetet e Bashkuara dhe inkurajimi i firmave të huaja për të ndërtuar fabrika të prodhimit të mikroprocesorëve në Shtetet e Bashkuara. Kompania TSMC ka përfituar 6.6 miliard dollar nga programet për nxitjen e prodhimit të mikroprocesorëve dhe ka premtuar se do të investojë 65 miliard dollar për ndërtimin e fabrikave në Arizona. Që nga fillimi i mandatit të tij të dytë, presidenti Trump ka paralajmëruar vendosjen e tarifave për të nxitur industritë kryesore vendase. Ai ka kërcenuar me tarifa importet e mikroprocesorëve dhe ka argumentuar se ligji për mikroprocesorët nuk ka sjell rezultate. They've got nothing but money, Joe. Ata nuk kanë asgjë tjetër përveç parave, Joe. Ata nuk kanë nevojë për para, ata kanë nevojë për një nxitje. Pra, ata nuk do të dëshironin të paguanin një taks për 25, 50 apo 100% ndaj produkteve të tyre. 100% tax. Presidenti Trump njoftoi të hënën se kompania TSMC kishte rënë dakord të shpenzonte 100 miliard dollar shtesë gjatë 4 viteve të ardhshme për të prodhuar mikroprocesorë të avancuar për pajisjet e reja të inteligjencës artificiale dhe telefonat inteligjent në Shtetet e Bashkuara. And we're not giving them any money. Your CHIPS Dhe ne nuk po u japim atyre para. giving them any money. Your CHIPS Act. Presidenti Trump tha se Kongresi duhet të shfuqizojë ligjin për mikroprocesorët dhe fondet e pashpenzuara të tij të përdoren për të reduktuar borxhin.